ndoshta pas 20-25 vjetësh nga dita e filmit, kam vajtur në Sarandë. Dhe në atë kohë ka qenë kryetare e bashkie, ka qenë një zonjë, një grua, dhe ajo më pa që unë po shikonja rreth e rrotull për të parë se ku janë vendet e xhirimit. Dhe nuk po i gjenja dot asnjë vend xhirimi, si ishin mbuluar të gjitha, edhe shkallët me pallate e tjerë. Dhe më tha, e buzëqeshur duke parë që unë kisha kënaqësi që po shikonja, tha, Bujar, tha, si po të duket Saranda. Zonja kryetare thashon, më mirë se kaq nuk kishit mundësi ta prishnit. Qeshëm në atë gjëmorin, do të shumë pallate, shumë janë. Nëse ajo është problemet të progresit dhe të ndërtimit. Si bëj humor në atë kohë, Bujar? Shiko, në atë kohë bëhej humor, megjithëse problemi ishte e kufizuar. E kufizuar jo vetëm problematika, por e kufizuar niveli i humorit deri ku shkonte. Dhe nuk mund të mendoj që të bëj humor me personalitetet politike. Humor mund të bëj me shefat, me drejtorat, shumë, me drejtoria në për ministri, dhe kulmi do të ishte në qoftë se do të ishte ndonjë zëvendës ministër. Kurse për të tjerat, as mund ta mendonje që mund të bëj humor. Megjithëse ishin shinat e realizmit socialist, të humorit të caktuar, do dhe në këto kufizime, prap se prap kishte autor të shumë të që bënin humor, që shkruan. Unë po të them një gjë, në atë kohë, që po vjen keq kur e krahasojmë sot, në atë kohë kishte shumë autor të shquar të humorit, që shkruanin tregimin, shkruanin romanin, shkruanin novelën, shkruanin skenarët, shkruanin shumë poezi humoristike dhe satirike. E kupton? Kurse si sot për shembull ka humorist, se pak më parë u zhvillua dhe festivali i humorit, por janë shumë pak. E di pse? Shumë pak sepse është në artet është zhanri më i vështirë. Është e vështirë të shkruash humor, për të gjetur subjektin, për ta ndërtuar në këndin humoristik, për ta bërë atë që do të thënë edhe të tallesh, edhe të godasësh, por duhet të jesh edhe etik. Nuk duhet të fyesh edhe të denigrosh.